S'pas ke ruta mballës. Të shmëre. Këtu tash e kemi kandidatën për asambliste të Fushë Kosovës, Marigona Shalën, nga LDK-ja në Fushë Kosovë. Pyetja e parë për Marigonën, është një pyetje se ka prit heq, cila konge Sabri Fejzullah të pëlqen mas shumë ti? Më e mire Ulpianës. A po, a? Po. Okej, mirë shumë se prita pranvera në Prishtinë, se krejtë e thojnë që ato, ani mirë. Të më thonë, Sabri Fejzullahu, ata ka marrë mendja ty që i ka 78 vjetë? Me shiku pjesën fizike, askujt sa mërmenja që i ka 78 vjetë, po e di që me Agjen Sabri jemi rritë në gjithë, edhe nashta dhe printe tonë. Bash. Se jo, vetëm një. Marigon, mis na vjen studio. Mirë se gjeta kep. Si vendosem kandidu për asambliste të Fushë Kosovës? A ki pas ma herët për, do të thonë, prapavi politike, apo je marrë me politik, apo si ka ndodhë? Fillimisht ju falenderoj juve edhe Erzen për ftesën që ma keni bo. Unë jam Marigona Shala, kandidate për asamble komunale me numrin 10. Fillimisht am lejohet me përmen institucioni ku punoj tash 10 vite dhe bagazhin tim profesional, apo vetëm... Po, përmende. Atëherë, unë kam punu në institucione publike dhe private, 2 vite para se të filloja në punën aktualisht ku jam, kam punu në gjykatën e Qarkut, tash gjykata e apelit për 2 vite me projektu Saidit, pas 2 viteve kam fillu dhe kam punu me Kolegjin e Shkencave Mjekësore Rezonanca, ku aktualisht punoj ende, kam një punë të qëndrueshme dhe stabile. Pse politika? Asnjëherë se kam mendu se do të qasem politik, edhe pse jem familja e invalidëve të luftës, familja ime ka qenë tana heret apolitik. Do me thonë, na kemi marrë pjesë në zgjedhje, kemi vendos votën ati që kemi mendu që ka me bo mirë për vendin edhe qytetin tonë, por asnjëherë në politikë. Kemi pas shumë arsye, por edhe familja s'ka ndosh që të identifikohemi në politikë, pasi që kemi qenë familje me invalidëve të luftës dhe që ka vlen të potencohet, ne tash e 25 vite asnjë antar të familjes nuk e kemi të punësum në institucione publike. Kjo e tregon që politika e bën ndryshimin, po edhe nuk kemi insistu të jemi pjesë e institucioneve publike, përveç nënës ku tash e 34 vite puna në qendrën klinikë universitare. Pse politika, me të thonë të drejtën, kur e kam pranu ftesën që t'jem pjesë e asamblesë komunale në Fushë Kosovë, ka qenë pa hezitim kam thonë po, edhe pse nuk e kam pyet askam prej familjes, për shkak se konsideroj që neve na përfaqëson një kryetar që është përveç i dijshëm, i dinjitetshëm, është person shumë i artikulum, jemi me fat në qytetarët e komunës Fushë Kosovës, po edhe krejt Kosova që kemi njerëz të tillë që na përfaqësojnë. Edhe kjo ka qenë një ndër arsyet që kam pranuar të jem pjesë e listës fituese tash të Fushë Kosovës. Okej. Lista e LDK-s. Dhe më thonë, keni vendos me një politik, hiç së konsultove me kërkon, hiç veç ta Në poa? fakt, kur e kam pranu ftesën, si fillim përgjigja ime ka qenë po, unë do t'jem pjesë e kësaj liste. Jam konsultu me familjen edhe ata nuk është që ma kam prish, vazhdo, ti ki ambicjet e tua, ki karierën tone, i ki targetet e tua se ku do në me arrit, por kur përfaqësohem nga një lider, si që është Besnik Osmani, pa hezitim kam thonë që po, do t'jem pjesë e kësaj liste, e kam shiku një CV të ti, një bagazh të punës ti, është person i artikulum, person që ka një mirë administratën e shtetit, dhe mendoj që kandidati për kryetar të komunës Fushë Kosovës, dhe mendoj që përvoja ime shumë vjeçare në fushën e drejtësisë do t'i shërbente, tu i pas parasysh sfida që i ka komuniteti në përgjithësi, mendoj që në fushën ligjore mu i me dhonë një kontribut edhe onë si jurise. Sigurisht që pa dyshim këm dashëm një kontribu vendit tem Fushë Kosovës, ku jam lind edhe ku tash rritem, zhvilloj karjerën e kështu. Një prej trallave, dhe më thonë, se tash Fushë Kosova e pom që jo të fishu populata prej djeshet, dhe më thonë që i këshyrëm statistikat,
Do më thonë, qenë ke pra në pakis për njerëzve që jetojnë në Fushë Kosovë. E vërtet. Që ke linda Do më thonë, une, sa i përket sferës politike, jam e pasër në këtë aspekt, se asnjë prej familjarëve të mi nuk janë marrë në politikë. E para unë që e kam fillu, urojtë na shkojmë barë, e mirë. Po edhe nëse kishte me qenë pjesë e një familje që gjithmonë ja marrë me politikën, secili po besoj e ka zhvillimin e tij, targetet e tij, qëllimet e tij ose të saj, kështu që po besoj që tashmë edhe si e re kemë pas një rrugë shumë të gjatë e të bukur në këtë drejtim. Po çka ka me i ofru Marigona Fushë Kosovës edhe qytetarëve të saj, banorëve të saj, si pjesë e asamblesë komunale? Unë potencialet e mia, sigurisht që do t'i... Mendoj që do të fokusohem tek arsimi dhe shëndetësia. Do të mundohem që t'i përkra studentët, nxënësit, sidomos ata që shihen që ka nevojë, kanë ambicie për me studiu, do t'i përkrahim me bursa. Mendoj që do t'a qes si pikë trendit të ditës edhe në kuvendin komunal, po kjo ka qenë edhe paraprakisht. Domethënë komuna Fushë Kosovës vazhdimisht i ka përkra fëmijët e komunës tonë, ata që kanë potenciale për me arrit, por tash fokusi do t'jetë edhe më i përqendruar. Pastaj do të ofrojmë lehtësira edhe në fushën e shëndetësisë, për rastet sociale, për persona që janë me handicap, do të organizojmë një vizitë sistematike në përshpia, do të organizojmë përmes ekipës mobilizuese mjekësore, persona që nuk kanë mundësi, janë të me handicap, mund të shkojmë të vizitojmë. Ky është targeti im. Targeti im është që të fokusohem tek arsimi dhe shëndetësia. Unë premtoj dhe këto premtime do t'i mbaj deri në aq sa ka mandat që fokus do t'jem zëj qytetarëve të Fushë Kosovës dhe fokusi im do t'jetë te arsimi dhe shëndetësia, të shtyjmë procese përpara në këtë drejtë. Janë këto dy pikat kryesore ose dy gjana të cilat realisht i mungojnë qytetarëve atje? Nuk them që i mungojnë, por arsimi dhe shëndetësia gjithmonë duhet t'jenë hap me kohën. Një prej gjanave që tashmë e përmendi Keka, tashmë ju jeni aty me i përfaqësu disa prej pikave, sepse po besoj si bashkësi e partisë e cila do të jetë e përzgjedhur prej qytetarëve, mandej edhe prej partive të tjera cilat do të ndihmojnë me u formu asambleja komunale. Keni me pas mundësi me bo shumë gjana për komunën e Fushë Kosovës. Një prej gjanave që edhe na si qytetar tranzit, cilët shumë shpesh mundemi me kalu, është ndërtimet e shumta, po mungesa e gjelbrimit. Në këtë aspekt. Në këtë aspekt, jam parapor 4 shtylla të ndryshimit. Do me thonë, nuk kisha dash me u fokusu në secilin veç e veç. Para 2 ditëve e kemi pas lansimin e programit dhe shtylla kryesore ka qenë transformimi strategjik urban infrastrukturor, që i ka dhe disa pikat të tjera, do të mund ta keni edhe ju programin tonë në duar. Unë po i ciku vish disa prej shtyllave, pastaj nën pikat mundeni me i pa për mos me marrë minutazhin edhe juve, se e di që keni kohën e limitume. Pastaj shtylla e dytë është qeverisja e mirë dhe administratë digjitale, që parashihet mu investu deri në 1.5 milion euro. Pastaj shtylla e tretë është qytet miqësor dhe funksional, edhe këtu i ka disa nën shtylla të tjera, dhe shtylla e katër është fshatrat modern gjeneratës së arshme ku parashihen 25 milion. Këto te kjo shtyllë që e përmene ka mbështetje për agroturizëm dhe ndërmarrësi rurale, rrugë, drejtim dhe kanalizim modern në çdo fshat, parashihet me pas salla sportive. Por sa i përket gjelbrimit, është e parapame në disa shtylla ku kryetari ka parapo transformimin strategjik urban. Do të thonë aty mundeni me i pa pjesë ku është parashihet edhe gjelbrimi. Nuk po du me i cek on, sepse kjo është pjesë që i takon kryetarit, prandaj unë mendoj që është e mjaftueshme me ja plasu qëto 4 shtylla që Për shumë, kushdo që e merë qeverisjen e Fushë Kosovës, edhe për asamblenë, është punë shumë e vështirë, pasi që e përmendëm që prej vitit 2011 deri në vitin 2024 për regjistrimit në regjistrim, Fushë Kosova rrit prej 35.000 banorëve në 64.000 banorë. Dhe qyteti rrit 3 fish, të më thonë prej 12.000 sa ka qenë, veç qyteti Fushë Kosovës ishte diku 40 diçka mijë. Dhe më thonë është ngarkesë tepër e madhe, ndërtim shumë i madhe, zgjerim shumë i shpejtë. Dhe më thonë ime është gati si një mision i pamundën
për me vendosë rregull në Fushë Kosovës. S'paku që ashtu duket edhe kur del në rrugë të Fushë Kosovës sot. Është e parapame me program, edhe kjo ka më realizu, sepse ka një ekip jashtëzakonisht shumë të mirë, që ka me punu dhe me bashkëpunu, dhe besoj që brenda 4 viteve gjithçka do t'jetë në kontrollin e komunës. Okej. Do të thonë fokusi ytë ishte tek arsimi, Shëndetësia. Këto janë 2 pikat ku unë mëj me qenë zë i qytetarëve brenda Asamblisë komunale në Fushë Kosovë. Mirë shumë. Atëherë, ta këqyrim që ka pëndodhë sa i përket zgjedhjeve, keni, do të thonë, sa parti kanë dalë me kandidatë të tyre, kanë dalë gati gjitha? Gjitha parti, po. Pasi që është komunë e madhe, edhe me dënësi shumë të madhe, do të thonë, momentalisht ishte komuna më e dendur në krejt Kosovën. Marigon, na turojmë shumë fat tashmë në zgjedhjet e 12 tetorit. Shpresojmë që tashmë dhe fushata para elektorale e bën të vetën, kështu me prezencën tonë si në këtë intervistë tashmë për krejt shikuesit, po në të njëjtën kohë edhe shpërfaqen edhe në rrjetet sociale, sepse njerëzit tashmë fatkeqësisht ose fatmirësisht në ditët e sotme, përdorimin e rrjeteve sociale e kanë në një mas shumë të zhvilluar se sa më herët, kështu që edhe punët e mira, edhe bagazhin tënd, edhe punë që i ke bo majerit edhe çka do tjetër, me qenë të shpërfaqura edhe në rrjetet sociale, do të ishte edhe një ndihmës tjetër e jotja që po besoj kish me bo një lloj diferencë me datën 12 tetor. Çu me përdorimin e rrjeteve sociale? Shumë pak. Shumë pak. Po. Edhe kjo mendoj që më ka penalizu deri tash, sepse nuk punët e mdoja që i kumë bo, bagazhin tim profesional, nuk kam ditë me shpërfaq në rrjetet sociale. Prandaj, tash është koha dhe momenti ku unë du të më tregu qytetarëve të komunës time se muj mi përfacu dinitet shumë dhe muj mi ka nëzoj fuqeshëm brenda Asamblesë, brenda Kuvendit Komunal në Fushë Kosovë. Okej. Mirë shumë. Kjo, Marigona Majret nga të regoj që është intervista e parë që ki pas në televizion, po? Kjo që nëse vlerësojmë nësem për intervistës parë, për duke që shumë ishe e mirë në shpërfaqje të jetës tonë dhe të vetë vetës, kjo që dëshirojmë sukses gjatë zgjedhjeve. Shumë faleminderit për juve për ftesën, miru takofshim në intervista tjera, pasi të bëj përvojë. Shumë faleminderit. E nisem barë këtu, kështu që patjetër që të presim të shpresojmë që kemi qenë pjesë e asamblesë, mandej në punët e mira dhe në projekte të reja, të shpresojmë që të kemi këtu me diskuturët tyra. Shumë faleminderit, Keka dhe Erza, miru takofshim takime tjera.